E mo? Jo, më i mirë thash. Më i ri dhe më i mirë. Më i ri, tani the më i mirë se ne. Nëse ju që Sometas kompliment me vllon. Po jo po befasohet njeriu i fion kur po nin sanë të mira se si na mësuan një gjithmonë sanë të mira. E po na gjithmonë thojnë sanë të mira në emision. Gjithmonë thojnë sanë të mira. Do të nis pi fakti që i thojnë njëri tjetrit të ri. Po, është domethënë diçka. Ja po vetës të rrafsh, po mirë, të bën për 5 minuta më mirë. Ata në vetura thonë ku me ditë ka sovjetik janë. Është prizoni të dokmit. Fiona alosh shkollë të mesme. Unë vetë sa kum kry, alo se kum regjistru fakultetin. Ju që jeni në komunikacion këto momente mundeni me na tregu ku janë pjesë më të ngarkuara, me na tregu se ku ka kolon, thjesht na dërgoni foto në 04997898, është numri i telefonit që ju pret nga ky moment. Edhe po presim bashkëpunimin tuaj, e di që ka shumë pjesë ngarkuara, po përgjatë emisionit kena më ju tregu ku janë ato. Përndryshe dhjetori që s'do të harroje kurr. Cili është dhjetori që s'e ka harruar kurr ose apo pret me qenë ky dhjetori që s'e harron kurr. Nëse na tregoni vetëm pas pak, po se e mendova kështu në edhe kur e pash si temë, bash mund të më qenë çkyç ai dhjetori që s'harrohet kurrë se ka një arsye ose e keni pritje të madhe. Tajna po na e hap emisionin për ditën e sotme, pas tajnës rikthehet Fiona Gjema Troshupa dhe Arsim Limani këtu në 88.6 dhe në Koavizion. Informata dhe po në kesh të thonë numrin tem. Po ju tregojmë se cilat janë ato pjesë më të ngarkuara. Për momentin çësia për dekreti i Çaglavicës është pjesë e ngarkuar me kolon, dalja e autostradës në Fushë Kosovë me kolon, dalja e autostradës në Vetërnik me kolon gjatë nga zona industriale në drejtim Fushë Kosovës deri te kreti, atje keni pjesë shumë të ngarkuar me kolon. Pastaj kolon është në rrugën Agim Ramadani nga komuna drejt Kuthyqi Menzës dhe Ana Sjelltas, rruga Tirana shumë e ngarkuar deri te kreti prapa stadiumit, vazhdon kolona në rrugën UÇK deri te komuna ose në rrugën Zagrebi deri tek shkolla fillore model. Për momentin kjo është gjendja e komunikacionit, po i bën që nuk ka rrugë dhe rrugica që nuk janë të ngarkuara me kolon, po nëse është e kundërta ose nëse kena ndaj pjesë se kena thonë, kena kohë deri në orën 18 na kena me fol për komunikacion, ama këtë pjesën e parë po ju presim na tregu për dhjetorin që s'harrohet kur mundet me qenë dhjetor që s'harrohet për dikon se kur e menova më herët e menova pikërisht për këtë arsye. Shkon e mbush veturën me derivate te Petrol Kompani, merr derivatet më të mira, bosh pjesë e lojës shpërblyese, edhe thirrin thonë e ke fitu veturën. Edhe thu qysh për dhjetora, edhe bëhet një dhjetor jashtëzakonshëm, kështu që nëse do të më qenë çkysh ai dhjetori jot, të shkon e rimbush makinën me derivatet macicore te Petrol Kompani dhe bosh pjesë e lojës shpërblyese, 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona, e kështu me radhë. Ja telefonata e parë. Faleminderit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, kush na telefonon? Sara në Trënezhë. Hajde Sara, çush je? Po mirë, faleminderit shumë. Ju çush jeni? Edhe na jemi për mrekulli. Sara, cili është dhjetori që s'kemë harru kurr? Jo, po mendoj atë dhjetorin e kalum, nuk kam e harru kurr, se i kom pas prejnë gjallë të dytë, edhe jëm konë Sara ma i lumëtër edhe nana ma i lumëtër me prindë mi që jëm konën. Ka qenë dhjetori i fundit bashka, po? Po, normal. Vjen keq për humbjen tënde, po uroj që dhjetorat ardhshëm t'jesh e përmbushur, e lumtur, pavarësisht se çka na sjell jeta. Faleminderit shumë. Edhe kisha thonën që për këtë dhjetor me ndihmu dikush për fëmijën e mi, se edhe nuk po kam bukë për fëmijën e mi, ushqim nuk po kam për fëmijën e mi. Po urojmë që dikush ka me dalë dhe ka me të ndihmu, na si gjithmonë me cimin publikisht nuk i bojmë këto sende, por nëse dikush lajmërohet, na patjetër se ndaj kontaktin me lejen tënde, kuptohet. Anë Zoti ju shpërblef ty dhe Arsimin dhe krejt. Faleminderit shumë. Festat bukura për ty dhe për familjen. Po uroj për krejt fëmijët kudo që të jenë. Po përndryshe është një pirasteve të që du të më marrë konsiderat. Për arsye se kom vizitu vetë edhe e di. Enza Home është vendi ku mundeni me shku me përfitu zbritje, edhe mundeni me përfitu zbritje shumë dhaja. Për juve që doni me indru mobilet, që për juve që doni me pas këtë dhjetor krejt ndryshe, shkoni tek Enza Home, përfitoni zbritje që fishek zjarët, s'panalen. Keni dyshek dopjo me 10 vite garancion 299 euro, këndin që bët edhe krevat, pra e keni me 699 euro, edhe shumë të tjera oferta po i shok këtu. Nëse edhe ju doni me i pas gjitha, atëre du të me shku në Facebook ose Instagram Enza Home Kosovë me kërku, edhe keni me mujt me i pa të gjitha. Komunikacioni edhe njerë për ata
ata që janë në vetura, ju tregojmë se ka kolon gjatë qasja për dekret i Shaglavicës drejtim Prishtinës. Kolon e gjatë është dalja autostradës në Vetërnik nga AKI-a tutje për në deri tek udhkryqi i katedralës. Saktësisht po shihet pjesë e ngarkuar me kolon dhe ana sjelltas është nga zona industriale deri tek rrethi i Fushë Kosovës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. O, si jeni gani? Si jeni, si kaloni? Po bukur, faleminderit, po mirë është koha sot shumë e ftoftë të na, inshallah në Prishtinë s'është ashtu. Jo, sot ka qenë koha shumë e mirë në Prishtinë, për ndryshe po pa carigat leta të shiut mëngjesin e hershëm. Në mbrëmje pritet me pas shi të madh. Po shpresojmë se është domethënë baltë e madhe, se e ka lshu pak ai minusi, edhe është një baltë e madhe. Hajde tregona dhjetorin që s'harrohet kur. Cili është dhjetori i jot që s'harrohet kur? Po, unë bashkë më intrigoi kjo pyetje shumë kjo domethënie. E mbaj me një vit i largët është, por e di që ka qenë mbi 2 metra bor në dhjetor vitin 1985 dhe njerëzit humbshin, rruga e bënte krejt si kanale kështu dhe bora ishte ma lartë se sa disa njerëzit që e kom përjetuar edhe vetë dhe kanë thonë të moshuarit se nuk matë me në 100 vitet e fundit që ka ra aq shumë borë në territorin e Kosovës. Do më thonë, qatë dhjetor të e manë men, si dhjetorin me shumë borë. E manë men si dhjetor. Vitin 1985, po në atë vit me prill me ardhen e beharit, ose pranverës, atëherë na vdiq Gjagjen Verhoxha, i maj men të dy data të vitit 1985, kështu që dhjetori është i paharruar në atë kohë. Okej, faleminderit shumë, po të përshëndesim shumë e pas një super pasdite, ka ljof shmirë, për ndryshe po e maj men, një vjet i kum pas kisha, edhe po që ku e maj na men, edhe ty po, ty po se po. Me ditë ku kam qënë? Në vitet e 90-ta e tutje, në fillim viteve 2000 ka pas dimra me bor. Fatmirësisht kena arrit me përjetu një fëmijëri me plot bor. Po viteve të fundit po vjen keq për gjeneratën e fëmijëve tonë që s'po mujnë me përjetu vitin e ri ose festat e fundvitit në përgjithësi kështu me bor, me bardhësi edhe nuk e di, nuk po m'pëlqen hiç kjo situatë, se na po thojnë atë gjithë koha e mirë, por nuk ish dash me koha e mirë, ish dash me qenë shumë ftoftë, ish dash me pas bor, por këto janë shqetësimet globale për cilat po flasim çdo ditë. Për fionën, se nuk naqa. Fal për veti. Po, mjegull po, ajri shumë i ndotur, i helmu. Ç'ka kanë thonë ujku don mjegull? Ujku don mjegull, po njeriu nuk don mjegull. Po tash se di unë. Nejse, ajo ujkëtja? E ndrita po dalë, natër po të ujkë, qa jeti. 049-978 numri i telefonit, na tregoni ç'është komunikacioni në këto momente, na tregoni për dhjetorin që se keni harruar ose s'do të harroni kurrë, edhe po duh paraprakisht, ju falenderoj shumë për krejt mesazhet edhe thirrjet që keni bërë gjatë ditës së djeshme. Uroj që keni shijuar intervistën, e keni në YouTube në kanalin tonë Glam Radio 86 FM, na bëni subscribe, ku i keni krejt emisionet tona që janë të realizuar në direkt me KTV-n. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet nga Lipjani? Meja. Ç'është jemi? A je mirë? Mirë, faleminderit. Ai një mirë jo. Mirë për mrekullim. Qëre për ty edhe për krejt dëgjuesit. Nëse doni një dhjetor që se harroni, unë ju rekomandoj verën franceze Taranin që e gjeni në Sirius Wine. Për ndryshe, ka me pas zbritje deri me 30 dhjetor, keni ko edhe për disa ditë me i bo blerjet, mos e leni në moment fundit qyshe kemi zakon, ose në SiriusWine.com me porosit edhe me përfitu zbritjet në qindra lloje të pijeve festive. Cili është ai dhjetori jot që se harron kur? I kom 2 rastet, 2 dhjetora, vitin 1980, kur kom pas ndeshje komunikacioni. 1980, ke pas aksident trafiku, a ka qenë i rënd? Po. Valvala, po nuk di se kësh kom shtuhe, edhe është diçka që s'harrohet definitivisht, po? 1985, në dhjetor me 25, dhjetor 1985, këm ka arë sirja, të në shku ushtar në Jugoslavin, ko ma shtirë, ma keq, nuk di se kysh o ka. Se ke përjetu mirë. Në qatë bord madhe ta pronën thirrjena, se thonë të Qaj pa mrodit, qaja bura, në tunele që shmujteve të dëvërtu. Nisi më prish i shtetë Jugoslav, dhe me shkue, nuk di azat biskot, dy rase nuk e arhën njëtë koha. Okej, faleminderit me. Ditën e mirë, po se ju. Hajde, faleminderit shumë. Po, kom qef pak, fokusoni pak këtë momentet e mira.
Se di që ka pas që si ngjarje të vështira që s'ka përdijen, po. Dhjetori është i vështira, pishe. Po është i vështirë, po ti Sërgjishtar se ja ka nis po thoj. Festave, ish dasht me kujtu edhe me kriju momente të mira. Posh një video 2025, do të thonë 2 sekonda para se mu bo kja i qështu rrëll a i rëkem rrëll tap kalojnë 2026 një nisi 1, 2 kesh ja për 3, 4 dhe i ka shkurte jo, vish më thonë 3 sekundat e vitit do më thonë ke hapi edhe apet u këti nese po shpesona jo me qenë një vit më shkurtu viteve të fundit nuk është me i gjatë jo i gjatë është dhjetori është dhjetori dhe janari janë 6 muajnë veti shket tjetër historik jo Ip ko për juve që jeni me para pagje mos harroni me marrë njënën prej pakove që i keni tip super tip mini tip max me shumë minuta shumë SMS shumë gigabajt edhe mos harroni keni mundësinë edhe për me marrë internetin kur delin në Evropë ose shkoni në Amerikë sepse keni me çmimin më të mirë internetin e Ipkos kur delin në Evropë. Alo, përshëndetje. Po, jo nuk është këto. E lypi dikon tjetër. Një kat manal. Po, deri sot na vjen Jos përshëndes na ka dërguar fotografinë jashtëzakonshme. Trezës festive. Po, thotë moti. Njëri që ka vitri çdo ditë. Moti po thotë se na kanë unë kështu me juve. Nëse të përshëndes shumë mirë që po na provokon në atë mënyrë. Ndërsa ju që jeni në komunikacion edhe njëherë ju tregojmë se ka kolon gjatë në drejtim të Fushë Kosovës nga zona industriale Tutje deri tek rrethi Fushë Kosovës, kolona shumë e gjatë, dalja nga autostrada për në Fushë Kosovë, kolon shumë e gjatë, qasja rrethi Çaglavicës është pjesë shumë e ngarkuar me kolon në këto momente, nga OKI-a Tutje deri te bulevardi Bill Clinton, kolon e gjatë, a din qysh jam ka i këshyri, domethënë do foto kur pisho knej, pisho dhe knej, domethënë në dy anë kolonat, jo veç një drejtim, po dhe knej, domethënë. S'ka kuptim me që ka Prishtina edhe të dal. Nuk ka kuptim. Që rruga Tirana është me kolon deri tek rrethi prapa stadiumit edhe ana Sjelltas deri tek rrethi Duplex, domethënë dy anë të kolona, s'ka aty, jo se po shkoj mani. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ju përshëndes ka vëdira. Kush na përshëndet? Një zoj. Si jeni dhe si kaloni zoj? Mirë, shumë. Bledon, vish e kom me rëndësi me thonë qëta. Po bledon që tash me njerë po ta epi. Se s'po me edhe mi shkru edhe me fol njëjtën kohë, kështu që ka njerë që shtu komunikoj me ata që na shkruajnë. A shaj që po mendojnë? Po që ajo. Hajde tregona, të lutëm qatë dhjetorin që sa harron kur. Apo më dëgja, pa? Po qysh jo? E kom feju djallin edhe kom ty minuse i natë. Që se harroj kur për një. Cili o shaj? Qysh edhe njerë, u feju djallin kjo ka këthy menuse, s'ja kalon djallit me këthy. Jo, Fiona, jo. Valzimi menusën do me thonë. Mira kështu si shkort. Po, ishte valzimi dhjetorit menusën. Kur ka ndodhë kjo? Para një javë vite. Seriozisht, pesha që s'po bjen bor vjerra menusën shien duke valzuar në dhjetor? Kjo është lajm? Do të vjerë breshur? Kjo është lajm? Tani po bëjë s'ka bor, pa ku me ra bora? Vjerra menusën Inshallah bje borë. Mas njëtë. Hane, falim të e shumë. Përshëndet. E knashnu. A ka edhe naj valzim tjetër në janara jo? Ja, e kena kry. Po, u kry. U kry, veçaj valzim. E se baka i gare, jetë gjatë lumëtur, po që gjithmonë kështu harmoni. Falemderit. Që shpona të regonin telefon. Po. 049-978-978 atë kujtocim kur kena prezentu këtu në emision një ide për me i vendosë shtëpizat në përrethet, dhe me thonë, që tash në dhjetori shkon ideale, po ja kësha shtu edhe ka një autolarje në gjithë. Opera? Po, vish ka një shpretën. Vish ka një kështë të letë, vish ka të vogël, ka një kiosk kështë të vogël, me një 2-3 vende për shqiptari me njëherë me rritë biznisin, nësë jam e ato të parat, njëherë më sugur. Jënë këto automatiket me ka 1 euro, për shambull 50 cent që më në shështnjë. Veta ta me dollë ju mëre, po t'in kolon që shjetu nejt del. Për so po dëm, për 1 euro. Bile pak mu kalzu i mirë, mu në shëda ti për mas te, ose për para mja hek pak, vish tabelat e veturës mju po. Vish tabelat mju po, asa mos me ndënu policia. Ose kamera mi bo për mas. A ke po dhe dritarën dhe senzorat bi blokon. Qysh blokon? Nga balta. A e marrim telefonatën e radhës? Marim, si se marim. Se kesh, okej, hajt për marrim telefonatën. Kryet ishat pun, unë e po e marr telefonatën. Jo, se kesh të dosh me thonë, diçka. Se qtash. Alo. Përshëndetje, me kë po flasim? Shefqet e plenë Ardëqis. Hajde, Shefqet, që shje? Mirë fandet. Vjen mirë. Në rajkurve, në tore 1979 që më feju me shpirtin të amat miren. Bravo, vre, që është diçka të bukur romantike.
Po, për vesë. Sot është për vjetori, jonë. A sot e keni për vjetorin? Po. Hajde urime, për vjetori fejesës, a? Po, për vjetori fejesës, që 46 vjetë. 46 vjetë. Që fshat kallëzëm kur e ke pa për herë të parë, çka keni? Nuk përshkruat për po, kum po shumë. Po, sa i dashuru. I du njerëz që dojnë katë shumë. Kështu që të përgëzoj edhe faleminderit që na thire. Veç pak. Rececimi e konaj ekstra pyetje. Çka të blejti? Për vjetor. Çka blejti? Po, jo, çka i blejte? Çka lebret e dashuria ku akon para 40 vjetë, çka të blejti tash? Përveç dashurisë, shqe. Dashuria e vazhdon të kohën, jo veç çka të blejti? Çka të blejti? Nuk i blem në asnjë, e dhurova lumje. Po pse pas ke blejti çka? Po pak sa simbolike. Nuk është pak, është shumë. Faleminderit. Faleminderit ton kaloj. Urime, u plaqi bash. Faleminderit shumë. Hajde të dat mirat. Çka desh me thonë se? Tash mos nuk po. Deshta me tregu për Toyotën, vetura Toyota që mundeni domethënë me lën kafe, mos më na prit neve atje në rrothe, se ka vënë aty bash për kafe. I keni gjitha modelet e veturave Toyota në zbritje. I keni modelet e reja që kanë arrit, edhe mundeni me i bë test drive, edhe çka shumë e rëndësishme është se cilla veturë Toyota del me 10 vite garancion. I gjeni tek Auto Trade. Autotrade është në Çaklavic, po, edhe mundri me shku me ja boni vizit, edhe me boni 10 orë që s'harrohet me veturën ma 3 Toyota. Pa një informacion aty të vogël që ta kom shkrujt për Corollat, që është shpall zyrtarisht vetura më e shitur e të gjitha kohrave. Kjo më e shituna prej aty në RAV4 në Amerikë. Do të thonë është një prej modeleve të para, është një prej modeleve të para që është kriju prej Toyotës, do të thonë, edhe është ndër më të shiturat mbi 50 milionë. Edhe halon rrugë është dikun çajo. E para që u dol, është u sill dikun. Shtynë viteve që po i përmendni. Larg atje. Çati në përbor, ç'është ka ecë. Apo për mi 50 milion Corolla janë shit, domethënë që nga shpika e tyre, para mendo, 50 milion. Çka më thon. Rruga Gjem Ramadani Kolon nga udhkryqi i Menzës te komuna Dhana Sjelltas, rruga Luana Ladinaj me Kolon deri tek rruga UÇK Dhana Sjelltas deri tek rruga Tirana, po okay, ajo që është me Kolon shnet, që e vërtet. Shnet paç. Kolon ka edhe rruga Fush Kosova, për me hyn Fush Kosova e pas ka kalu zonën industriale, gati tek AKI-a kam rri Kolona për me shku në Fush Kosovë. Për juve që keni marrë këtë rrugë. Alo. Jo, okej. Se u merr kishte telefonat, po veç më pas ka dok mu. E pas na bloku lidhje. Nëse 049978 dhe njëre vazhdoni dhe na mbani të informuar, na tregoni për pjesë më të ngarkuara në komunikacion, e na ju tregojna ku me shku sonte pas orës 18. Janë do saga që nisin e mbaron. Jemi rikthyer në 049978 kanë arritë edhe informata tjera rreth komunikacionit, po para prakisht ju tregoj juve që jeni në komunikacion se mundeni me u ndal tek Petrol Company, tek secila pikë Petrol Company, si keni çmimet më të mira, derivateve më të mira që bëni më shumë kilometra, ta mundeni me vërtetu, edhe që bëni pjesë e lojës shpërblyese, sepse secila rimbushje e makinës vlerë më shumë se 10 euro, e merrni kupon, edhe mundesh me qenë fitues potencial i veturës që po e dhuron Petrol Company. Alo, përshëndetje, se na ka pritur shumë. Përshëndetje. Si jeni dhe si kaloni Asman? Mirë, faleminderit, ju që jeni. Mirë, faleminderit Asman. Dhjetori, a i ke pa teme për çka po flasim? Jo, dhjetorin që se ke harru kur, që se harron kur, një dhjetor i cili do më thonë për ty e ka një kujtim që se harron kur. Po, dhjetorin që se harraj kur në të pestën karo borë të pestën mu kanal Viti art pas ka qenë. Po, është e vërtet se moj mene përmenin krejt me kontri gjeneratave pak ma të vjetra, më thonë ma përmenin të të pestën që karo borë shumë. A ka në e dhjetor diçka interesant për ty që ka qenë përveç borës? Faleminderit shumë faleminderit Asman, e vlerësojna shumë e pas një super pas dite.
Shnet, kalofsh mirë. Midea kondicionerët për juve që dëni me i pas temperaturat qysh dëni në shtëpi, edhe për me kursye energji elektrike, për arsye se kanë inteligjencë artificiale dhe kjo inteligjencë artificiale ju mundson me kursye energji elektrike ekstra 30%. Tu i pa domethënë faturat qysh ju mbok, kështu që koncentrohuni tek Midea për juve që dëni me pas verës frest e dimrit shumë nxehtë. Çe telefonata, jo po Viber. Alo Viber. Alo, Viber. Kush telefonon Viber? Mirëmbrëma, me kë po flasim? Faria, përshëndes nga Gjilja. Zakonisht e bojnë atë që të pyetje se ka telefonata që i marrin përmes numrit telefonit edhe në Viber, kështu që ta dini se me kë po komunikojnë se ka një herë edhe dini mu ngatru. Po, ja dashta me kallzu. Cili është dhjetori jot? Një dhjetor po bashkë nata viti 3 jo konë në 85-ën. Çka ka ndodhat natë? Që se harroj kur. Na i kena festu gjithmonë, adi vitat e ri, e hallat e gjithmonë bashkë. Okej. E qatë natë ndodhi një vdekjet, një burri halës, plak. Po? Edhe na me aton veç fëmija me nonën të shpia, kur sa harrojat 5 një me ajdeq, po ishte shumë i smuk, na të ri krej. Edhe u prish jena shnatë shpak u fe. Atmosfera. Mëre këta kanë festuti, apo ajo e keni vazhdu najen tani? Po, jo, mëre nëse prishëm hecë, se ishme i largë. Unë me ndodha më s'ka ndodha të në shpe, edhe u prish pak atmosfera. Ta e në vogël se kanë ditë s'ka dim fëmija. Ata të tajt në fëmija me nonën të shpika. Okej, interesant. E po kënaqë shumë, kur sa harrojat dhjetor. Faleminderit që na thire. Pas ka pas fatkeqësi për nonën tjetër. Au kon bore madhe në atë, apo? Se këta rriturit kanë ecë, këta janë me Po vet. ty be bora ka gjithmonë ta pas në ato vite. Okej, faleminderit. Faleminderit shumë, përshëndes. Se kam prishmë, dhe ka thonë hajtë se aja t'jena këtu. Nejse. Hej, para se me shku të komunikacioni, e di që keme folë shumë, vishdeshta më një të rëgu që Suisi sot e ka të darkën elegante në me rastin e vigjiljes së Krishtlindjeve. Uroj që keni bo rezervimet edhe ta shijoni darkën e sot. Me mos harroni që edhe nesër gjatë krejt ditës keni me pas brunch festiv, ka me pas aktivitete për fëmijë, mandej ka me pas edhe vizit nga Baba Dimri. Por nëse rastisht keni mbet pa i bo rezervimet për ndrimin e motmoteve, me 31 dhjetor ka me përformu Albana dhe Albina Kilmendi. Mandej me 1 janar prap ka mbrëmje gala me muzik live, ka me përformu Irma Libohova. Kështu që juftoj me telefonu në Swiss në 038 400 040, edhe me pa nëse ka vend ende për rezervimet tuaja, edhe me pas për një meni dhjetor të paharrushëm. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ju përshëndet Flora nga Prishtina. Flora, si kalon? Mirë, faleminderit, mirë jo. Mirë, faleminderit Flora dhe na. Dhjetorin që se harron Flora kur? Dhjetorin që se harroj kur është vitin 2021. Hajde mirë që ju afru të vitit 2000 se me të natë atje në 85-ën. Zdishëm kur gjo me vionën që ka me kalzu. Po? 2021 është kur i kam kry krejt terapit, do me thonë kemian edhe rezatimet, edhe i kum bo analizat e krejt, ka përfundu me sukses, ka qenë dhjetori ma i mire. Unë po shpresoj që ky mesazh që e ke dhënë brenda këtij dhjetorit ka më ndikuar te shumë ata që domethënë janë gjendjen e njëjtë, edhe me luftu se veç duhet me luftu. Edhe unë jam i bindur që tu e luftu, unë vjen shumë mirë. Po më vjen shumë mirë që na ke telefonu, edhe pas jetën e gjatë, edhe shumë suksese në jetë. Faleminderit edhe juve urime viti ri edhe po që suksese. Shumë faleminderit, për shofim shumë. Po, që si mesazhe, që si telefonata, trap, që të rëshqethin. Që tjetra? Bora është diçka e bukur, definitivisht. Amo, kjo është. Nuk është gjithçka që. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? A thua vallë? Apeden. Jo spediti Apeden. Vish për që të pësqeshtit apo i pytin Apeden? Se sartë thomi jo të spediti Apeden. Ko të vetën. Apeden, Cile është dhjetori jot? Veç mos pëthu i 85-ën edhe Bora, se ta nalë cimi telefonin. Veç ta vish. Gati jam. Dhjetori për mu është gëzimi maj madhë 2006 edhe 2008. 2006 edhe 2008. Kush ka lind në këto vite? Qika dhe djoli. Bravo, Eden. I pash me jetë gjatë. Faleminderit.
Hajde të përshëndes shumë. A emocionove atë çka ndodhi? Po, a u emocionove? Tong, kalop shmit. Shërë se e ka paramenu edhe pe kuptaj, po emocionohet njeri. Edhe ardhja në jetë e fëmijës është muj viti që nuk harrohet kurr. E vërtet. Lene borë. E vërtet është. Super bok. Por juve që doni me festu si vjet mirë, me pas një birë të mirë aty edhe ato të Portugalisë. E kam mësuar shqipen ka pak, mos jam nin. A më puni me harru ka pak dhjetorin. E shihni domethënë që e ka një super shije. Mos harroni super bok e thash. Në Portugali është që tha super shije, thash që ashtu të shkojmë, super demek. Plus përveç se peshon në markete, po vjen shumë mirë që edhe në shesh është prezente aty ku po festohet, po vazhdon po festohet. Na për ditë një pas ka me lidhje. A bedin, inshallah s'ka folë diçka. Nejse, 049978 s'kom shka me bose e nale. Alo? U emocionu a bedini, alo? Okej. 049978 shumë alet keni me arrit me marrë lidhje nëse na thirrni në telefon numër, jo në Viber se po ka njerë po din me bloku. Alo, përshëndetje, Viber. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje dhe ty. Kush ta përshëndet? Jam mësuesja nga Malisheva, kam thirr disa herë. O, i mësuese si e? Mirë, sot e përfunduam edhe ne. Po është mësuese se domethënë për dikon mundet me qenë fsione, që domethënë për herë të parë ka me pas suksesin e vajzës sot. Se në klasë para, pëtën gjysmëvjetori i parë, edhe mund me qenë një dhjetor shumë special, që ashtu që mund me kam për mu, edhe suksesi i fëmijës. Dhjetori i brezave. Suksesi i sholla gjithmonë. Po du mi përshëndet krejt mësuesët se janë domethënë shumë të mira. Faleminderit shumë. Me që ato kushte që i ka një bojnë do dhurata të jashtëzakonshme jenit me kullushme mësuese. Edhe aktivitetet. Faleminderit. Po, me aktivitete mirë kalojmë. Nuk muj me jetu pa atë jetën me fëmijë. O, mësuesa është normal, mu lidh fëmija qatë shumë me mësuese, unë e di vete ku për është normal është. Me dosht mësuese shumë. Se i thojnë prindin dytë. Do më thonë, për qëta është arsyeja se po du me ditë, se po shoh shumë fëmijë që lidhën shumë me mësuese. Se mësuese e ofron me fjalë të mira, me fjalë të ngrohta, edhe fëmija afrohet. Shumë mirë. Nuk është vetë mësimi. Nuk është, po ç'është? Unë kam një përvojë gjatë në mësim 36 vjet. Unë mendoj që mësuesja ta jap edhe një pjesë tjetër, domethënë qysh do shmu zhvillu se nuk ta jap, veç ta jap edhe kulturën edhe respektin. Që punon me vullnet është dhënë shumë. Veç mësuese me ta bëj edhe një pyetje. E kuptoj vetvetja. Po ta bëj edhe një pyetje mësuese se s'po më ta bëj. Është normale mi pas gati 40 nxënësa një mësuese në klasë. Nuk është normale. Nashta na kanë ngu këta që duhet me na ngu. Nuk është normale se nuk mundesh me arrit suksesin me 40 nxënësa. Sa i shkon normale për një mësuese, sa fëmijë dosh mi pas? Mbi 20 nxënës normale është. Çfarë të 20? Edhe pse na nuk i kemi në përfshatra 40 nxënësa. Nuk i kemi në përfshatra. Afro 50 mund të mendoj se shkon në nxënësve. Fush Kosovë, në Prishtinë, ka ngarkesë. Shumë. Ashtu. O i mësuese, cili është dhjetori që se harron ti po? Dhjetori më i mirë është 91-it, kur jam bën për herë të parë nën, ka lind vajza. 4 dhjetor, 91. Edhe tash jam gjyshe 3 nitave nga vajza. Do më thonë është dhjetori kur ka lind vajza jote. Vajza dhe për herë të parë jam bërë nën. Sa i mirë. Faleminderit mësuese. Edhe dhjetor të lumtur kam plot me nxënësat. S'moj me dallo, se jam e kënaqur me ta. Po më vjen shumë mirë edhe po shpresojmë që mi u kthy na, domethënë gjeneratat, mi u kthy me gjana të mira që mundeni me i pa prej neve, me thonë që se qëta kun pas në nxënës, edhe po më vjen shumë mirë sa i mirë u po. Që ka s'lypi? Më krenu pak me gjenerata dhe mirë, kem gjenerata që janë shkollu, na respektojnë, gjeneratat edhe tash, po edhe me hershme. Qëre mësuese ju nashta me nëni që ju respektojnë, a muna për një me ju dojna, se që ata thësh anaj mësusja jetë dashni. Mësusja jetë dashni të njetën. Po, fëminja jep dashni, a i nuk din me shërë. Zdet me rajnë. A i plëtsisht me zemër të jep dashnijin. Faleminderit shumë, jena kënaqur të bëjmë muhabet. Tung. Mësuese pushimet këndshme.
kalofshi mirë jo, urime festat e fundit. Faleminderit gjithashtu, pushimet kanë shmem. Për ndryshe, nëse doni me boni super dhurat, te Rubini janë stolit e çmuaratarit edhe linja diamantëve për kënd don që doni mja rregullu, mja ndreq, mja stolis atje gishtin edhe me me dhjetori edhe mësuesve, po se dhe mësuesit që marton apo kupton. Se unë menova mi Andresa dhe me unaz kështu edhe me thon ishte dhjetori. Kur fole për orin e Rubinit, dëgjova sot një rast që një mësuese ka pas ditëlindjen edhe i ka paralajmëruar nxënësat paraprakisht 2-3 ditë më herë që kam ditëlindjen me këtë datë, kështu që koncentron. Ta keni parasysh. Po tash ka dha si mësuese, edhe ka dhe si mësuese tjera që me bo mja dërgu një shajt vogël, do me thonë me njerë ja thirë prindin telefon, thot t'i lutna, ma se zdune, heq zdu. Po nejse, si do që tjetë na për me i bojna... Keras për të studiuar, do me thonë. Në ka thonë, so mblenin a i sen që s'përdori, ma mirë diçka që duhet. Bile diçka që po kom qef. Për ndyshe Rubinin e gjeni në Albi Mall, e gjeni në qendër Prishtinës rrugën Garibaldi, edhe në Ferizaj, shtu e në lokacionet. Në Ferizaj. Që telefonata tjetër? Ferizaj, alo. Alo, mirë mbroma. Mirë mbroma, kush telefonon? Mevlida Hasani ka Ferizaj. Emrin edhe një herë lutna? Mevlida Hasani. Mevlida. Përshëndes. Qëshje, faleminderit edhe na të përshëndesim shumë. Mirë të dikon, jeni një mëtër. Mirë, faleminderit. Cilë është ai dhjetori që se harron kur? Unë harroj se që 6 vjet jam e smut të kancerit. Po? Që 6 vjet me pej gushtit, 6 vjet, po vej falendoj Zotit që më kanë atë vullnet një përballuan. Të lumt, qysh je sot po më intereson, qysh e ki shëndetin sot? Po vallaj, nam të dikon, po shka me boqa, shka djem për Zotit. Jo, a ke poshtë të mundjen, e kom fjallën, si kurse do gjusja ma herët për shembull që na thiri, edhe na tregoj që në vitin 2021 është... Po jo, që 6 vjet jam me terapia, pa i ndërprejen heq. Pa i ndërprejer fare. Ja, heq 2 mujt i kam, po i përshëndes juve edhe mjek, i lirë kur të ishin, brejmë se dijen edhe hasritin. Edhe na i përshëndesim shumë me këtë rast. Doktor Ilirin, madje kemi pas edhe këtu në studio, është një person dhe një mjek i jashtëzakonshëm, kështu që i përgëzoj krejt mjek që bojnë një punë shumë të vështirë, sidomos në repartin e onkologjisë. 6 vjet për 7 jam me terapia, 2 mujt i kam. Unë të uroj shumë shëndet, faleminderit që na telefonove dhe po urojna që këtë dhjetor ose tjetrin me i marrë lajmet më të mira. Inshallah një marrë Zoti edhe juve e rujt Zotin me familje. Faleminderit për qafoj shumë. Për ndyshe po është një repart me një staft mrekullueshëm, se nuk është heq repart i lehtë për me punu, po që do më thonë e ka një staft jashtëzakonshëm. Prej atina aty në fillim deri te atje te Iliri që është drejtori. Hajde telefonata tjetër. Ho, të ngot Arsen, shumë okej. Po je Rahmet. Si je okej? A je mirë? Thash erdhe në Kosovë, mos do me na thirr. Ja, po se harroj një bukën e moshme. Po që aty se është do me thonë. Ja, se harroj bukën e moshme, ja. I ka korët ndryshe buka e moshme. I ka matrashë. Buka e këllëmoqet, Arsen, buka këllëmoqet. Buka këllëmoqet, si edhe si ka lënë. Sa ka flesja bajshin të këllëmoqet, ma të këllëmoqet. Mirë, Arsen, shumë. Me që të kjetët që ma qovë me be Prishtina Arsen, se ko në përuja. Po bre, ka laje ki, të më kalzone, të vish ndoje menjen të ki shokin këto. Si mi ta shën lingur. Amer, cili është djetori që sa arron kor? Arsen, po du me të kalzu, po mos njën shumë njerës, se nuk na kanon rrina që një jave t'i shka. Vesh përëm gjësure. Që kjo është djetori që s'ki me arrua, po? Me 30 nitin kina me nol. Marse që se Garkesi është rejsen. Ndëgja t'i shkon më ndore të kisha kalzu dishka tjetër. Po? Se jam ba dhe gjësh, po 10 orë i boni veç. Po më interesan mu. Po dhe po qaje. Për ndryshe po edhe kështu për na befasojnë me shmime, dhe më thonë, nese, bravo na koft neve që po shyrëm. Faleminderit shumë, Ahmet, po të përshëndesim, po të përshafim. Jo po shëndes shumë, veç mos i kalzoni kekit Allah i vese, po një në qyshe për dhe. Os të ngojnë ata. Edhe i sholla s'nin. Aso, po mujna po thujna o shtrajt, ata me kona këshingu që tunë. Po nollet në mëtën, hajde Arsen. Tungi. Uj rrugove për juve po, para se mi marë faturat, nish ishe uj rrugove, tani bëni qka tani. Komunikacioni edhe njerë para se me marë telefonatën e radhës, na tregojmë për
pjesën e daljes autostradës në fushë Kosovë-Kolon shumë e gjatë, për më qas autostradës nga fshati Vragolia Kolon, për me shku në Prishtinë, më qas rrethit Çaglavicës Kolon shumë e gjatë. Kryes qyteti është, domethënë, krejt rrugët janë me Kolon, që mos më janë nisë me një heratar këto. Çet telefonata. Okay. Alo. Viber. Hajde Viber. Mirëmbrëma Giulietta Romeo. Mirëmbrëma. Giulietta Romeo. Romeo Giulietta. Giulietta Romeo Giulietta. Okay. E ti kush po i bjen më kon në këtë rast? Unë jam Farushi. Ju përshëndes prej Norvegjie. Farushi nga Verona. Prej ka vëna thirr Farush? Prej Norvegjie. Prej Norvegjisë. Prej cilit vend? Norvegjia e madhe? Oslo. Që të në rrëtin të Oslos. Hajde të regom cili është djetori që sa arron kur? Valla kur ajke burti në herë. 85 edhe të ja ma vonë. 73-ën. Halo ma shumë. Okej, do më thonë Rajke bor, del shumë se t'mi për djetorat kur kena pas bor, kena dal me rëshqit, kena dal me skiju në përlagje. Ka pas raste edhe në për qytet, këta skiatorët profesionist kanë dal edhe kanë skiju në për kodrinat e Prishtinës. Normal që del shumë se t'mi marrëshëm dësisht si zida, shtë si mure, u gjushëm e bor, lushëm, marrëshëm dardalecën në për shkollës, tash të metë kur gjëhishma. Kur po thome skiju, e mbaj men vetë në shkollën Dardania, në borin e shkollës Dardania kena skiju. Veç teleferiki nga ka mungu që atë? I kena pas kam të... Po, dhe veç ka qenë, do më thonë... 50 herë kena hypë, kena shdryp pa pikër e vitesës. Jella të na në trep që atje, kur ullësheshëm, prej të shpijat e tu, na delshëm të ura fazlisë atje poshtë të vurët. Mëseja. A e ka alo që aty urën fazlia? Po e ty veç atë alosh. Ska livrita. Pse ura e fazlis? Valloj se di, duhet me thirë me vetë fazlin. Jo, ka maru vetaj, për që ata ja kalon emni, nga thonë ura e më shka. Ume dit, më doke të konë toke atina, atë dhe ja ka shubenë, atë për më maru. Bravo, Fazli. Ejtë përshëndesim, falimderit se na ktheve të time kalon e bukur, urime festat e fundit. Falimderit edhe ty edhe krejt shqiptarve që kena jo veç në Oslo, po edhe në krejt Evropën, në krejt botën. Mos i vish kem të folë për rrymë, do më thonë një mora do mesazha. Po na tregon dikush, po ma mirë me na i nol krejt. Do më thonë dikush që ka pagut njëtin muj me njëtat shpërzime, dikun afër 180 dhe 254. Unë e pash diferencë halamat madhe, prej 200 e diçka në 700 e pash faktur. Respekte. 700 e diçka euro me ardhme, nuk e di ku jeton ai person, me na i farë pallati. Hajde, kena 2 telefonata, se i kum pranu, edhe po mundohemi marr shpejt se s'kena minuta. Alo, përshëndetje telefonata. Alo, përshëndetje. Kush na telefonon? Ilir pe Fadia. Ilir, dhjetori jot që se harron kur, cili është? Ma kujtoj ai para fuesi se të në herit desën të ka kolla të fonta e preshëm atë gojbet. Po përmeni kërkush shko? Edhe i bëjshim skia. Skia i bëjshim, po. Qa ta dhjetorin konë, dhe besa po me pje. Ato plastikës shkërë shkërë me Spja thëmë se dia o shqip. Jo, zbëtoj. Qa ta s'po gudzej me thonë. Edhe veç porzu pe tyda. Po të përshëndesim, ka ljof shmirë, mos mi hyp skijave tash se si dihet punës. Që telefonata tjetër e fundit? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Tash mi hyp skijave është ofendem. Kush na telefonon? Që? Smajli të Krasniqe. Mali e telefonuesi i fundit për sot. Hajde tregon për Smajlin, fal. Tregon për dhjetorin tënd më të mirë që se harron kurr. Po, me 16 dhjetor, që 8 vjet, cili vjet me i bje parë, vëlloj, ka lind mesa e parë. Po, tani edhe me 20 dhjetor, mesa e tretë, pe i bin kështu, do ma me 1 dhjetor. Kur je bo gjysh? Po, gëzimi maj madhe, kone e mbesa pari ula. Kur je bo gjysh për spari her, apo i bjen kështu? Për spari her, po. I bash me jetë, një pat e mbesat, falimderit që na thire. Edhe në vitin 1985, s'ka pas burë, s'ka pas burë hit, burë ka pas, për nga reshë më të zekëm të koktori nga ata tu. Me kame, me kry më rana heshëm, se s'me shumë më nëzhe. Nga nuk nërë shumë herë që kom zetë. Hej, falimderit shumë. Hajde të përshëndes, të pas të njo, po kam shumë kujtime edhe në bog, në pe, ku shkojshim, në komun gjithshim, do me thonë me qka kena mujt me gjithë, jena mundu me shiu atë fëmirin e mirë. Falimderit shumë ty, falimderit krejtve që na keni thirë sot, falimderit shumë Jeta Baholli, Hair and Makeup, mos harroni me vizitu në rrjetet sociale, se ka super oferta për krejt dhjetorin.
Shihemi nesër, përndryshe kena me vazhdu edhe për një orë tjetër me Glam Radion. Jo mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashni, paqet plot shëndet.